Mendoj që është një blokadë klasike politike që e bën personalisht Kurti, që i maltreton deputetët dhe interesi i tina është që të ekzistojnë në pushtet. Ju e shihni që është i pandërgjegjshëm, i ka 2 funksione që nuk ja lën kushtetuta dhe krejt këtë prolongim të konstituimit kuvendit e ban për teke apo për qefe personale dhe jo për t'i krijuar institucionet apo për t'ju ndihmuar qytetarëve të Republikës Kosovës. Në këtë drejtim, ne si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës kemi dhënë një zgjidhje që zgjidhje është që ai të kandidoj tjetër deputet apo deputete dhe ne mund ta votojmë për të dalur nga kjo situatë. Por nuk i konvenon dhe mendoj që ky po fiton në kohë vetëm se nuk i ka numrat dhe e din që nuk mund ta formojë qeverinë. Mendoj që zoti Lima i ka gabuar në hapa në veprime, nuk është dashur të ngutet, sepse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i ka dhënë mundësinë, hapësirën e veprimit dhe është bërë si subjekt parlamentar politik që i ka 3 deputet dhe të bajnë një veprim tillë, mendoj që është e padrejt edhe ndaj Aleancës, edhe ndaj liderit Aleancës, por është e padrejt edhe ndaj qytetarëve që ja kanë besuar në koalicion me Aleancën për Ardhmërinë. Mos tepërmi jemi dëmtuar na, ju e dini unë kom për mbi 3000 vota ma shumë se në vitin 2021 kur janë kondësjedit, por ja që pragu dhe prezenca e nismës do thot na kalon jashtë mua dhe Besnik Tahirit. Por mund të them që ne si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës e kemi bërë qartë që ai që i bashkohet Kurtit, qeverisë Kurtit 3 që voton, nuk ja do të mirën Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës.